Nuk do të harxhoni më para. Llumi i kafes ju shpëtoni jetën. Kafeja është një burim i shkëlqyer i ushqyesve dhe antioksidantëve, të cilët i bëjnë mirë jo vetëm lëkurës, por edhe shëndetit tuaj të flokëve. Kafeja mund të përdoret si një eksofilant për kurimin e akneve, përmirësimin e gjakut dhe gjithashtu rrjedhjen e niveleve normale të pahashit. Në këtë video do të mësoni disa mënyra të përdorimit të llumit të kafes nga lëkura, skalpi, gjithashtu edhe floku juaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Llumin e kafes mund ta përdorni si një ndihmë mjaft të mirë për heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës. Kafeja e bluar mund të përdoret si një eksofilant për heqjen e qelizave të vdekura. Një studim shpjegoi se substancat përbërëse të kafeinës rrisin gjithashtu nivelin e kolagjenit dhe pengojnë plakjen e parakohshme të qelizave. Për përgatitjen e këtij eksofilanti të kafes, ju mund të përzieni një çerek filxhan çaj me kafe, çerek filxhan sheqer kaf dhe pak lëng limoni. Sasia e kësaj mund të jetë gjithashtu në varësi të trashësisë së eksofilantit që doni të përgatisni. Eksofilantin mund ta përdorni një herë në javë pas larjes së trupit. Atë mund ta mbani në lëkurë për disa minuta dhe më pas ta lani trupin si zakonisht. Kafeja mund të përdoret gjithashtu në këtë mënyrë edhe kundër syve të fryrë. Kafeina stimulon qarkullimin e duhur të gjakut dhe zgjeron kështu enët tuaja të gjakut. Një gjë e tillë do të ndihmojë në ngushtimin e poreve të lëkurës dhe do të ulë gjithashtu edhe sasinë e lëngjeve të akumuluara në pjesën e poshtme të syve. Ju mund të përdorni llumin e kafes ose lëngun e saj për të fërkuar poshtë syve në mënyrë të lehtë. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike dhe lehtësuese për ju. Llumi i kafes mund të përdoret si një recetë ideale kundër celulitit. Kundër celulitit, ju mund të përdorni gjithashtu edhe kafen plur ose llumin e kafes të përzier me pak ujë për të fërkuar zonat tuaja problematike. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë të menjëhershme dhe të favorshme për një lëkurë të butë dhe më të lëmuar. Gjithashtu atë mund ta përdorni edhe kundër problemit të akneve. Fërkimi i lëkurës me llumin e kafes në pastrimin e saj nga qelizat e vdekura do të zhbllokojë edhe poret. Acidi klorogjenik te kafeja do të zbusë inflamacione dhe mund të mbrojë lëkurën nga disa lloje të bakterieve të ndryshme. Të gjithët sugjerojnë të konsultohen me dermatologun përpara se të përdorin llumin e kafes në këto mënyra. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu si një banjo për këmbët. Kafeja mund të përdoret si një pastrues për këmbët, zbutjen e tyre dhe qetësimin e tyre. Llumi i kafes mund të hidhet në ujë të ngrohtë në një legjen dhe t'i mbani këmbët në këtë përbërje për të paktën disa minuta. Me llumin e kafes mund të fërkoni më pas edhe këmbët tuaja dhe të eliminoni kështu qelizat e vdekura të saj. Shëndeti juaj i flokëve gjithashtu do të përfitojë nga llumi i kafes. Skalpi në flok është një mënyrë acide. Acidet në këtë zona të trupit mbeten njësoj si pahashi. Nëse pahashi juaj i flokut është 7.0, atëherë ai konsiderohet acidik. Pahashi juaj i flokut 3.6 deri në skalpi që arrin 5.5 mund të jetë zgjidhja më e mirë. Përdorimi i produkteve me një vlerë më të lartë pahashi si dhe flokut mund të shkaktojë dëmtime të tyre. Prandaj ekspertët këshillojnë përdorimin e llumit të kafes në mënyrë specifike. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu edhe për ngjyrosjen e flokut. Zjeni disa filxhan me kafe dhe lini të ftohet në temperaturë ambienti. Më pas hidheni kafen në një enë. Qëndroni përkulur mbi lavaman dhe lagni flokët në mënyrë të njëtrajtshme me kafen që keni lënë kështu në legjen. Më pas kapini flokët sipër tyre vendosni kapuçin plastik të dushit. Maskën e kafes mund ta mbani në flok nga 30 minuta deri në 3 orë. Më pas i shplani flokët dhe do të vëreni se ngjyra e flokut juaj do të jetë gjithashtu edhe më i errët. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në të gjithë botën dhe sipas statistikave të fundit mund të ofrojë edhe shumë vlera të ndryshme. Njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund,
do të mendoheni edhe një herë nëse doni ose jo ta hidhni lumin e kafes. Lumi i kafes mund të përdoret në mënyrë praktike në kopshtin ose në shtëpinë tuaj. Madje mund të ndihmojë edhe në shumë aspekte të shëndetit të lëkurës dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Për këtë rast do të listojmë disa nga përfitimet më të mira që mund të merrni nga përdorimi i lumit të kafes. Lumi i kafes mund të përdoret edhe për plehërimin e kopshtit tuaj. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkon vazo me lule, e dinë se pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme për rritjen e bimës. Për më tepër, bimët që keni në shtëpi, të cilat i keni mbjell, humbin shumë nga këto vlera sipas ujitjes të tepërt dhe gjithashtu nuk trajtohet mirë pleu i tyre. Gjithashtu, lumi i kafes nëse hidhet në këto ambiente ku keni lule, ai mund të tërheqë edhe krimbat e tokës dhe ta bëjë tokën më të shkrifët, më cilësore gjithashtu edhe për një mbrojtje më të mirë të bimës. Nëse nuk dini si ta përdorni është shumë e thjeshtë, mjafton vetëm të spërkasni pleun me lumin e kafes dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet fantastike. Lumin e kafes mund ta përdorni për të larguar insektet. Disa përbërës që gjenden me shumicë të kafeina mund të jenë më shumë toksike për insektet. Për këtë arsye, ju mund të përdorni lumin e kafes për të larguar insektet e bezdishme siç mund të jenë mushkonjat ose mizat. Këshillohet të spërkasni kështu oborin tuaj me këtë përbërje dhe ta lini disa enë të mbushura me lumin e kafes pranë dritareve. Nëse doni që të mbani larg kërmit nga bimët tuaja, sugjerohet të spërkasni rreth kërcellit të tyre me lumin e kafes, dhe kjo do të ndalojë ngjitjen e tyre në përdeg. Lumi i kafes mund të përdoret si një neutralizues i aromave të këqija. Arrin të neutralizojnë aroma të ndryshme, duke u mundësuar që të mpihen edhe shqicat e nuhatjes. Këtë rol lumi i kafes e realizon edhe përmes nitrogjenit, i cili do të eliminojë kështu aromat e forta. Ju mund të vendosni një gotë me lumin e kafes në frigoriferin tuaj, për ta pastruar atë nga aromat e ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me lumin e kafes dhe pasi ta keni tharë, ta vendosni në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku keni rroba ose në makinë. Madje mund të lani duart me të, pasi të keni qëruar hudhrën, qepën dhe peshkun për të larguar kështu edhe aromën e keqe. Një përbërje natyrale për pastrim. Lumi i kafes, duke qenë se është shumë i ashpër, ndihmon edhe në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme. Përveç se do të pastrojë ato dhe do t'i disinfektojë në saj të vlerave antiinflamatore që ka, sugjerohet se ju mund të përdorni lumin e kafes për të pastruar lavamanin, sobën, madje edhe enët e gatimit, por sigurisht t'i shplani me ujë të bollshëm për t'i aplikuar gjithashtu edhe një shtres më të mirë pastrimi. Trajtoni rrafët e zinj poshtë syve me përdorimin e lumit të freskët të kafes. Lëkura afër syve është vendi ku shfaqen shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zinj poshtë syve, përfshirë edhe qarkullimin e dobët të gjakut. Lumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është i pasur me substanca dhe kafeinë. Ai mund të ulë inflamacionin gjithashtu dhe entjen. Përmes antioksidantëve do të luftojë edhe problemet të radikaleve të lira dhe do të parandalojë edhe krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë, pak vaj ulliri dhe lumin e kafes duke formuar një pastë. E aplikoni atë poshtë zonës së syve. E lini për të paktën 10 minuta përpara se ta shplani dhe më pas përsëriteni këtë proces çdo ditë. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet fantastike. Lumi i kafes ka përdorime të ndryshme dhe vlerat që mund t'i ofrojë në përditshmërinë tuaj do të jenë vërtet të larmishme. Atë mund ta përdorni gjithashtu si një hidratues të mirë për lëkurën. Shumë njerëz e kanë lëkurën e tyre të thatë. Sado krem hidratues të përdorin, për të patur lëkurë të butë si të bebit, e lyeni trupin me maskat e mëposhtme. Ju duhet 250 ml vaj kokosi, një filxhan me lumin e kafes dhe një lugë çaji me ekstrakt vanilje. Maskën e përfituar e përdorni për të hidratuar lëkurën. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.